çmimi i naftës për tokë. Sipas Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, bie çmimi i naftës në Kosovë. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rozeta Hajdari, ka nënshkruar një vendim të ri që rregullon çmimet dhe vendos masa mbrojtëse për produktet e naftës të nevojshme për transport. Aktualisht çmimet e dizellit luhaten mes €1.19 dhe €1.25 për litër, ndërsa çmimet e benzinës variojnë mes €1.19 dhe €1.23 për litër. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka njoftuar se nga monitorimi i rregullt i tregut të produkteve të naftës dhe bazuar në evidencën ditore të pranuar nga dogana e Kosovës, ka evidentuar mospërshtatje të çmimeve vendore me lëvizje të mëdha të çmimeve në tregun botror, çka përbën bazë për rregullimin e çmimeve dhe caktimin e masave të reja mbrojtëse, me qëllim mbrojtjen e konsumatorit, mbrojtjen e konkurrencës dhe për të menjanuar çrregullimet në treg, Mint ka marrë vendim për caktimin e çmimit dhe masave të tjera mbrojtëse të produkteve të naftës. Sipas këtij vendimi, marazha tregtare maksimale e lejuar e shitjes me shumicë është 2 eurocent për litër, kurse marazha tregtare maksimale e lejuar e shitjes me pakicë është 12 eurocent për litër, thuhet në njoftimin e Mint. Ministria Rozeta Hajdari ka theksuar se ky vendim është rezultat i mbikëqyrjes së tregut, nga e cila është vërejtur se çmimet e shitjes rriten menjëherë kur nafta importohet më shtrenjtë, por nuk ulen në të njëjtën mënyrë kur çmimet e importit bien. Kryetari i Shoqatës së Naftëtarëve, Fadil Beriani, ka thënë se ministria nuk është konsultuar me ta për marrjen e këtij vendimi dhe ai mund të ndikojë në mbylljen e bizneseve të vogla. Çmimi i naftës nuk varet as nga qeveria dhe as nga Shoqata e Naftëtarëve, por nga bursa dhe organizata prodhuese IPEC. Ndërsa për gjendjen ekonomike të cilën e kemi në Kosovë, çmimi real i naftës do të ishte €1, ka thënë Beriani. Vendimi i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë për krijimin e tavanit përfitim lidhur me çmimet e naftës dhe derivateve të saj, për mendimin tim ka dy problematika. E para, që ky vendim nuk është i bazuar në legjislacionin e Kosovës, për shkak se Kushtetuta e Kosovës, tregun e Kosovës e parashës si treg të lirë dhe çmimet përcaktohen sipas kërkesës dhe ofertës. Ministria e Tregtisë edhe Autoriteti i Konkurrencës kanë të drejtë ta monitorojnë tregun dhe mbi bazën e analizave tyre, nëse ka konkurrencë jo lojale, marrëveshje kartel ose marrëveshje dominimit, domethënë në tregun e Kosovës, atëherë janë mekanizma të tjerë që mund ndërhyjet të operatorët të ndryshëm ekonomik. Nëse Ministria e Tregtisë dhe Industrisë mendon që përmes rregullimit të çmimeve të krijojë rregull në tregun e Kosovës, është mirë që ta riamantoj ligjin për tregtinë e naftës dhe në kuadër të ligjit me ligj të themeloj një zyre rregulluese, ashtu siç e ka Republika e Maqedonisë së Veriut, në bazë të cilit mund të rregullohen çmimet në Kosovë. Unë jam i bindur që varianti i kërkesës dhe ofertës për përcaktimin e çmimeve është varianti më i mirë. Kështu është zhvilluar bota demokratike. Por në rastet që ka konkurrencë jo lojale, tregti jo të ndershme, dominim domethënë të tregut nga një ose dy operator ekonomik ose marrëveshje kartel, atëherë është obligative Autoriteti i Konkurrencës dhe Inspektorati i Tregut të realizojnë inspektimet, analizat dhe në bazë të këtyre vendimeve të gjobisin kompanitë të ndryshme të cilat manipulojnë me çmimin në tregun e lirë të Kosovës. Na duhet të ndjekim hapat që sot i përdor bota demokratike, sidomos vendet të Bashkimit Evropian, ku na synojmë të aderojmë. Prandaj vendimet politike përmes nënshkrimeve e vendimeve nga ministrat nuk mendoj që i kontribon situatës që ndodhen sot Kosova në sa i përket të çmimit të naftës dhe derivateve të saj.